Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ilir Veziri, punoj si SEO specialist dhe WordPress designer. Në këtë video do të ju mësoj se si me kriju një portfolio për vetët tona, eh, kërrej në lokal, direkt në website. Andaj, kjo video shkon për të gjithë ata që janë fillestar, dhe është komplet, dhe më thënë, prej zero, edhe ajo që do krijojmë është ky website këtu, që është falas nga Blogsi Theme, edhe do fillojmë prej fillimi edhe do e realizojmë këtë duke e duke na mundësuar local VP edhe WordPressi. Andaj unë do filloj, gjë e parë që do bëjmë për me kriju një website, kena dy mënyra. E para është në lokal, dhe më thënë në vendin, pjesën e kompjuterit tonë, edhe e dyta është në server. Për server, kur kryem në server, gjithmonë është me pagesë, shkaku që do të blejmë një prej paketave të kompanijave të cilat ofrojnë shërbime për online website, ndërsa ne tash do e bëjmë të gjithën falas, si në lokal, ashtu edhe në temën theme blogsi. Okej, atëherë si fillim, gjëja e parë që do bëjmë është të instalojmë programin për lokal, i cili është programi Local VP, që quhet. Është një prej programeve e cila është prej më të mirave për WordPress, duke zhvillu këtu sajte dhe faqe të WordPressit lokalisht. Dhe është shumë e lehtë, shumë e thjeshtë në përdorim, është shumë me një dizajn dhe një UI shumë të qartë edhe është shumë e kuptueshme. Andaj do fillojmë me instalimin e kësaj, edhe pse unë vetë se e kam të instaluar këtu, mirë po për juve që nuk e keni të instaluar, si fillim do hini këtu dhe do shënoni me Google, për shembull local VP, edhe do ju dalë, dhe më thënë kjo do ju dale, ok, edhe pastaj këtu kena butonin për me bë download direkt, edhe pastaj këtu kena për shembull me lexu çfarë features e kështu me radhë. Në moment kur do e bëni download, tu tregon për me kriju një account, edhe pse është gjithmonë free, domethënë nuk është që ka diçka me pagesë, është total free, edhe këtu domethënë e zgjedhni pjesën se për cilën sistem operativ do e dëshironi ta bëni, nëse keni Mac ose Windows ose Linux. Zgjedhni pastaj emrin VM-in, pastaj e zgjedhni a jeni për shembull freelancer apo agjenci, edhe e vendosni emailin, pastaj get it now, edhe download, bëhet download. Pasi do të bëhet download, aty vetëm shkon next edhe finish, edhe mbaron si procedurë. Pasi e bën download, atëherë e hapim, edhe local VP-a kur do hapet do duket kështu. Do thosë se për momentin nuk ka asnjë krijim. Si fillim, çfarë kena këtu? Si fillim e kena këtë panelin në anën e majtë, që është akaunti këtu, tregon se jena ne, nëse dëshirojmë për shembull mund të logona me akauntin tonë. Pastaj kena disa butona tjerë që i tregojnë, për shembull butoni këtu tregon se sa website e kena të krijuar në lokal, duke pas të rëndit me tumi, po ne për momentin nuk kena asnjë. Pastaj këtu kena një buton ku ne mund këtë të dhe faqen që e krijojmë në lokal mund ta bëjmë direkt connect me di prej kompanijave të cilat domethënë janë në shërbime për servera online që suportojnë WordPressin, e që është VP Engine edhe Flywheel, janë di kompanija të cilat domethënë janë bashkëpunim me local VPN edhe kanë më të lehtë integrimin që mund ta bësh transfer website-in direkt prej lokal në server. E kështu me radhë. Pastaj kena këtë pjesën e blueprints. Çka është blueprints? Është për shembull nëse krijojmë një template apo ndonjë pjesë të website-it që ne dëshirojmë ta kena në të ardhmen, edhe e bëjmë save, edhe këtu pastaj kjo na i nxjerr të gatshme atë pjesë që ne mund ta përdorim edhe në vende tjera. Pastaj kena këtë librarien që ka disa si të quajmë extension apo extra plugins për këtë pjesë, që janë add-ons të quajmë. Këtu janë disa prej tyre që është Image Optimizer, Table Plus, Cloud,
e kështu me radhë, të cila prej tyre ka disa disa veçori të ndryshme për çfarë ti përdorim e kështu me radhë. Këtë është pjesë të cilën ne vetëm se mund ta eksplorojmë dhe pastaj i testojmë nëse na hin punë nëse nuk na hin punë. Edhe pastaj tek supporti kena pjesën e disa të dhënave që na i tregon këtu, edhe na tregon se që mund ta bëjmë connect edhe çfarë versioni kena, nëse kena probleme me shkujt të komuniteti, e kështu me radhë, edhe pastaj e kena poshtë një buton që kena për shembull me pa më shumë për pjesën e hostingeve, më shumë dhëna që mund të shikojmë produktet e tyre, pluginsat e kështu me radhë. Dhe pastaj në fund e kena butonin plus që na tregon se prej këtu mund të ta bëjmë një website të ri që do të krijojmë e kështu me radhë. Pastaj këtu kur shkojmë tek website-et për momentin nuk kena asnjë, ose shkojmë prej këtu direkt, do të thënë me kriju një website ose shkojmë prej butonit më poshtë, cilën ta zgjedhim, do të thënë ajo është funksionale. Si fillim shkojmë edhe krijojmë një website. Website-in që do krijojmë do jetë vetëm për portfolio. Andaj pas që krijojmë këto dalin dy butona, a është për shembull blueprint që kena kriju diçka paraprake, apo është një total e re, ne krijojmë këtu create new website, shkrim continue, edhe këtu tash ja vendosim emrin e website-it. Ne emrin e website-it do vendosim portfolio. Ok, pastaj këtu kena një buton advanced që na tregon se si të duket domeni i website-it në lokal. E kështu me radhë, aty është local path-i, të e lejmë kështu siç është, edhe pastaj shkrim next, continue. Do na tregon për versionin e PHP-s, që ne mund ta zgjedhim edhe custom, mirë po gjithmonë e lejmë këtë që na i sugjeron vetë local VP-ja, që është PHP-ja versioni i fundit. Edhe shkrim përsëri continue, edhe pastaj tu e krijojmë username-in e WordPress-it. Për shembull, tu e krijojmë username-in e admin, edhe username passwordin për shembull e vendosim një password që ndoshta vetëm ne e dina, e kështu me radhë. Ok, edhe këtu e kena për shembull një email që ne dëshirojmë ta vendosim, edhe këtu e kena për shembull disa opsione tjera, çfarë gjuhë edhe a është multi-site apo nuk është multi-site. Edhe këtu ne si për momentin nuk është të vendosim në një email tjetër, mirë, po për me e bëma qartën, për shembull dhe vendos kontaktet ilirneziri.com, ok, edhe pastaj shkrim add site. Tash do të thënë gjithë procedurën e një instalimi të website-it në WordPress që e kina bërë më përpara, që ka qenë një prej metodave pak më të vështira, për shembull duke kriju disa fajla, pastaj me ekmarrat Xumpin, pastaj me shku manual me kriju databazën e kështu me radhë. S'ka nevojë tash me i pas të gjitha ato gjëra, mirë po e gjitha do të thënë bëhet me disa klikime, edhe gjithë punën tjetër e bën në lokal VP-ja që e bën direkt instalimin e databazës, instalimin e web serverit, PHP-s, adminit e gjitha gjërave tjera që ne pasaj me i pas të gashme. Andaj presim derisa të instalohet WordPress-i, edhe pastaj do fillojmë edhe me shpjegu se çka është kjo pamja e parë, pasi instalohet një website në local VP. Pas asaj do fillojmë duke bërë edit, edhe pastaj do instalojmë temën ose theme prej tek Blocksi e që është falas e gjitha. Ok, tash u instalu dhe më thënë WordPress-i, e gjitha është gati, edhe tash do e bëjmë një elaborim të kësaj pjesës se çka është kjo edhe çka ka. Si fillim do më thënë tu është pjesa e panelit, e cila më thënë renditën të gjitha website-et që i kena ne të krijuar. Kjo ngjyra me të gjelbër tregon që është për momentin live, edhe është duke punuar, dhe mund ta bëjmë prej tu stop ose prej tu lart stop. Pastaj këtu e kena emrin e website-it, e cila është quhet portfolio, pastaj kena këtu site folder. Shko site folder, dhe më thënë tu i kena folderat e website-it që krijon, edhe këtu pastaj kena mundësi për shembull me i edhe me i pa se çfarë foldera shka, edhe mund të tek VP contenti, themes, e mi shku të gjitha gjërat që jena.
Pastaj kena site shellin, çka është site shelli, do të thënë është me shënu, do të thënë me komanda direkt për me bë një ndryshim apo një ndërhyrje. Për ato që din mirë pjesën e përdorimit të kësaj, din shumë shpejt me intervenu direkt prej tek site shelli. Pastaj e kena pjesën e Visual Studio Code-it, për shembull nëse kena diçka me kodu apo me shtu diçka prej file direkt, atëherë do të thënë ne mund ta përdorim do të thënë edhe këtë pjesën e Visual Studio Code. Pastaj kena overview, çka është overview-ja, tek overview-a e kena site domainin, që është kjo këtu portfolio.local, e kena SSL certifikatën, që është domethënë trust, e kena web serverin Nginx ose Apache, për momentin e jena duke përdor Nginx, e të kena për PHP versionin, cili version është ky këtu, pastaj kena mundësi për shembull me ndryshu, e kështu me radhë, kena databazën, one click admin, çka është one click admin, nëse e bëjmë enable këtë pjesë, atëherë do të thënë nëse hym direkt te web admini nuk na kërkon emailin e pasportin, mirë po unë do e kthej ë siç ka qenë që kur të hym tek web admini ta shikoni se si bëhet logimi në WordPress, pastaj është versioni i WordPressit, a është multisite jo, edhe kena këtë Xdebug kodin që na tregon nëse të ardhmen kena probleme, pastaj kena pjesën e databazës që na tregon se është kjo hosti është localhost, portin, namein, pasportin e kështu me radhë, dhe kena disa tools që kena live links, çka është live links, është për momentin nëse dëshirojmë për shembull duke kriju website-in edhe për një klient, mirë po prej lokal ai nuk ka qasje me ne shiku, çka ofron live link do të thënë krijon një link përkohësisht që ne ja dërgojmë klientit edhe ai mund ta shikojë website-in e ndryshime që janë ne duke ja bërë direkt në lokal. E kështu me radhë. Tash gjëja e parë që do të bëjmë është tek di butona e kena butonin e parë edhe pa admin, që do të thënë shkojmë direkt tek WordPress dhe kena open site, që do të thënë ne hapim direkt website-in, e kështu me radhë. Ne çka do bëjmë, do shkojmë tash direkt tek VP admin. Ok, tash ku shkojmë tek VP admin, do të thënë tash na hapet kjo pjesa se ku do i vendosim do të thënë kredencialet para prakisht që i hapëm. E para ishte do të thënë admin, username edhe pastaj vendosim passwordin edhe do të thonë i në lokal e sajtin të WordPress. Ja pra, tash do të thënë nuk ishëm në dashboardin e WordPressit, edhe do të thënë kjo është website i jon i parë që u kriju për disa minuta edhe me disa hapa të thjeshta nga local VPN. Ja pra, do të thënë tash kjo është website i parë, është thimi i parë që vjen prej WordPressit, e kështu me radhë, kjo është dashboardi, tash do të thënë do bëjmë një shpjegim edhe të kësaj pjese, kush që dhe çfarë është, e kështu me radhë. Dhe si fillim e kena dashboardin, edhe këtu na hapën disa pop-up që na tregojnë disa pjesë për WordPressin. ë Janë disa gjëra që na tregon site health, çka është quick draft, aktivitetet, eventet dhe newsat ose lajmet që i ka WordPressi, edhe të na tregon atë pjesën e kryesore të WordPressit, e shumë e radhë. Ajo çka ja sugjeroj unë edhe që është praktike mirë gjithmonë është me shku tek kjo butoni larg screen options, edhe to mi bë tik, edhe mi largu të tjerat, edhe me pas dhe më thënë terenin pastër, i largëm të gjitha këto, edhe si fillim e kena pjesën e postimeve, çka janë pjesët e postimeve, këtu kena mundësi me shkru postime, çka është postimi, dhe më thënë është kjo pjesa këtu e Hello World, kjo është një postim, ja pra kjo këtu, që është e krijuar për kësaj këtu, ne kena drejt për shembull këtë postimin me e bëhet ditë, pastaj quick edit, me e fshi edhe me e bë view, ne kena mundësi me shku me bë këtu një postim të ri, edhe këtu shkrim next, tek postimi i ri të titullin e vendin postimi i parë, tu për shembull vendosim ë mirë se mirë se vini vini në portfolion time 2025, edhe këtu kena mundësi për shembull me vendos një featured image,
Statusi është draft, publish, slagu është linku që dhe ketë prapa vijin këtu lartë, edhe kena templatein, kena komentet, a dëshirojmë të kena hapur apo mbylli, mund të t'i bëjmë closed, kategoria për momentin do kena kategori, mund të krijojmë për këto kategori, për shembull kategoria quhet postime, a do të një kategori, edhe pastaj e kena tags, nëse ka tags, për shembull, e kështu me radhë, tek blloku e kena mundësinë e dimensioneve, stylit, kolorave e kështu me radhë, për shembull, e ngjyrosim me një ngjyrë, për shembull, të tekstin këtu, mund t'i vendosim një background e kështu me radhë, i bëjmë disa ndryshime këtu që janë e kështu me radhë, këto janë pjesë tjera. Tash këtu lart e kena mundësinë me bë publish, ok, mas e bëjmë publish, klikojmë buton view, view post, ok, edhe ja postimi i parë që u kriju dhe më thënë nga ne, e kështu me radhë, tash e kena kthena mbrapa, shkojmë përsëri tek dashboardi, dhe këtu e patëm kena mundësi me bo quick edit, që mund të ndryshim titlein, datën, kategorien, mund t'i bëjmë allow komentet ose jo, e bëjmë update, e kështu me radhë, pastaj kena këtu kategorijes, nëse dëshirojmë për shembull krijojmë kategori për këtu kategori më të shumta, për shembull tu mund ta krijojmë kategori postimet, një kategori krijuam postimet, tu mund ta krijojmë për shembull kategorinë projektet, edhe e bëjmë atë do kategori, edhe pastaj kur do krijojmë një postim, kjo kategoria do na shfaqet, pastaj kena text, nëse kena text krijuame, pastaj kena pjesën e mediave, fotografive, këtu e kena mundësinë për me bëhe atë një file media, e zgjedhim për shembull këto fotot për çka dëshirojmë për shembull me vendos e kështu me radhë, këto e bëjmë delete e kështu me radhë, pastaj kena pjesën e pages, këtu i kena page-at, që me thënë këto janë pjesa kryesore e një website-i, që ne mund ta shikojmë se si duket një page, e kështu me radhë, do të thënë kjo është simple page, do të thënë një faqe përbëhet prej postimeve dhe page-ave, page-at janë gjërat kryesore, që e lidhin një website që mund bësh navigimin brenda tyre, duke kriju page të ndryshme, si për shembull zakonisht gjithmonë krijohen për shembull page home, about us, contact us, blogs, services, our products, e kështu me radhë, mund të krijojmë një page të ri, page i ri për shembull mund ta vendosim tu na shfaqet një hapësirë që me zgjedh template të gatshme, si mund duket, ne nuk zgjedhim template gatshme, mirë po dëshirojmë për shembull një, një page të ri të tim about us, edhe këtu për shembull mund krijojmë një paragraf, për shembull kush jeni ne, pak më poshtë tek plusi mund shtojmë për shembull një image, media, library, për shembull nëse ka, nëse jo, shkojmë edhe vendosim për shembull ne një image, zgjedhim një image, jo kjo, zgjedhim ja pra këtu dhe më thënë dhe zgjedhim një image, e bëjmë select, edhe dhe më thënë e kena një image, edhe poshtë dhe më thënë dhe zgjedhim edhe një për shembull një buton, edhe buton i thejna për shembull lexo më shumë, ok, edhe e bëjmë publish, view page, edhe ja dhe më thënë ku kriju një page me një titull, paragraf, image edhe një buton i thjesht, edhe kjo page do të thënë lart të shfaqet tek navbari, tek shumë radh, tash çfarë bëjmë kthehena tek pjesa mbrapa, shumë te komentet, të shikojmë për shembull nëse ka komente që na ka komentuar dikush nëpër poste, kena mundësi mi bo approve, reply, quick edit, spam, trash, e kështu me radh, pastaj kena pjesën e appearance, tek pjesa appearance janë pjesa e themes, që zakonisht vijnë disa themes by default, që vijnë prej WordPressit, e që janë themat e WordPressit, të kena mundësi për shembull mi zgjedh këta që janë këtu, edhe me shtu atë dhe një theme,
Në moment kur bëjmë auto një theme, të na shfaqen të gjitha themat që janë të WordPressit, edhe në ekosistemin e WordPressit, tu kena disa kategori, butona që mund t'i shkrim kush janë të më shumë popular, fundit, block themes, e kështu me radhë. Pas kësaj do kthehena këtu që do instalojmë WordPressin, themin e WordPressit të blogsi. E shkrim tek plugins, edhe tek plugins dhe me thënë është butoni lart këtu nëse dëshirojmë përmeshtu plugins, shkruajmë plugins janë shtesa të cilat bëjnë domethënë disa veprime të caktuara për me e zgjeru ose me ndihmu faqes tonë për nevoja të caktuara. Edhe këtu për shembull kena mundësi me bëj install e kështu me radhë, pastaj kena pjesën e users, çka janë users janë domethënë userat të cilët domethënë krijohen për me pas qasje tek i website jon, tek i projekti jon, që zakonisht tu është admini kryesor që krijon fillim tek website, pastaj tu kena mundësi me shtu add user e kështu me radhë, pastaj kena pjesën e tools, tek tools e kena pjesën e gjërave me i bë import blogat, kategorijat, gjëra të tjera, pastaj me bë export, page-at, postet, media të kështu me radhë, dhe kena site health. Site health na tregon domethënë gjendjen e website-it tonë se si gjendet, a është mirë ajo, domethënë kur është good, domethënë është mirë, edhe nëse ka diçka që na është keq, do na tregon se ka nevojë për përmirësim e kështu me radhë. Pastaj shkojmë tek settings, tek general e kena pjesën lart site title, se si quhet, pastaj kena tagline për shembull, si mund t'i vendosim tagline kësaj. Për shembull mund ta vendosim Ilir Neziri ose portfolio ose SEO, SEO specialist. Të mund zgjedhim një site icon që për momentin e nuk kena, WordPress adresa se si do jetë pjesa e domainit lart në ende s'kena blet, administration email, emaili kryesor, do jetë kjo kontakt@ilirneziri.com. Çdo user që do regjistrohet do jetë si subscriber, site language është English, time zone, data formatin, time formatin, edhe këtu e bëjmë save, shkrim tek writing, ok, tek pjesa e writing të nuk kena nevojë me prakt diçka, shkrim tek reading dhe me thënë na tregon se cilën pjesë dëshirojmë ta lexojë WordPressi në moment kur do hapet website-i jon në fillim, a dëshirojmë për shembull të hapen postimet apo page-at. Ne për momentin e kena që e ka marrë postimin në home page, në hero section, çka bëjmë ne për ta ndryshuar këtë, shkojmë tek pjesa e butonit static page, e ne zgjedhim cila home page do jetë në fillim, shkojmë select, e zgjedhim për shembull about us page-in, e bëjmë për shembull save, në moment kur japim refresh, ky postimi do largohet, do vijë domethënë page-i about us, ja pra dhe me thënë direkt në hero section. Pastaj kena pjesën e këto search engine visibility. Nëse dëshirojmë për shembull gjatë krijimit të website-it, klikojmë të butonin këtu edhe i tregojmë që Google-it mos e indekson këtë website derisa ne jena duke e kriju edhe duke i zhvilluar implementuar kështu me radhë. Pastaj kena pjesën e diskutimeve që na tregon këtu pjesën se disa gjëra me i zgjedh për komentet, a mund për shembull të poston me dikush kur poston dikush na vjen email, sa ditë për shembull do ketë mbyllja e komenteve në një postim, show comments, enable mund ta bësh disable, allow, commented new post mund ta bëjmë disable e kështu me radhë, kjo është preferencia juaja. Edhe shkrim tek media, i zgjedhim pjesën e dimensioneve për fotografi se si do jetë, shkrim tek permalinks do të thonë gjithmonë do të jetë linkat kryesore, struktura e linkave kryesore, e quhen edhe URL slugs e kështu me radhë, gjithmonë do të jenë post name, e bëjmë save, shkrim privacy, edhe do të thonë këtu i kena disa një page me këtu për privacy policy, edhe do të thonë kjo është e gjitha që janë disa basic setups për WordPressin. E kështu me radhë, tash gjëja e parë që kryesore që të bëjmë është domethënë me një tek Blogsi theme, që është kjo këtu, është një theme free që ka domethënë starter sites edhe me pagesë edhe me free, edhe themi që do e bëjmë download është ky theme këtu, që është një portfolio që ju domethënë mund ta përdorni për vetvetet e juaja.
Gjë e parë që do bëjmë është të shkojmë tek appearance, themes, add the new theme, edhe shkojmë tek blocksi, edhe na del ky theme këtu, shkojmë e bëjmë install, pasi e bëjmë install, e bëjmë activate. Ok, mas që e bëjmë activate, dhe më thënë automatikisht del një pop-up që të regon se thimi është instalumi, por kërkënon tash me kriju, me installu një plugin që quhet Blocksy Companion, edhe aty do më thënë dhe kena të gjitha gjërat në brenda që ka në duan për temën Blocksy, edhe për aty mund të zgjedhim pjesën e WordPress-it. Tash e kena pjesën e parme që hapet kur instalim Blocksy thimi, del që shkëpamja këtu, që me i bëhet disa ndryshime këtu, mi po këto do i bëjmë pastaj, si fillim shkojmë e zgjedhim një pjesën e thimit, shkojmë tek starter sites, edhe këtu i kena disa website që është shumë. Këtu mund kena për shembull kategoria të ndryshme, edhe disa filtera, mi po ne i shumë tek kategoria dhe shumë tek portfolio. Edhe tu na hapen disa portfolio dhe ne që atë që do e bëjmë është kjo portfolio këtu, bever, shkojmë e bëjmë import, edhe të na tregon bëhem atë dëshirim e bëj install child theme, ne i thënë apo, shkrim next, edhe zgjedhim njërin prej page builderave me çka dëshirim ta bëjmë edit, a dëshirim ta bëjmë edit me page builderin Gutenberg apo me page builderin Elementor, ne shkrim e zgjedhim me page builderin Elementor, shkrim next, edhe tu na tregon a dëshirim ti bëj install edhe me i bëj direct activate për shembull pluginsat Elementor, VP Forms dhe custom post types, ne i thënë apo, shkrim next. Po dëshirën me bë të gjithë import contentin, ne i dëshirëm për shembull të thënë po, edhe tash fillon instalimi i temës, dhe më thënë nga Blocksy që e zgjodhen dhe më thënë këtë temë këtu, që është kjo këtu, që do bëhet install komplet edhe pastaj ne mund shkojmë edhe bëjmë edit ndryshime, edhe mund shkojmë ta personalizojmë në bazë të kërkesave tona, që neve në nevojitën për me pas një portfolio sa më të mirë të mundshme edhe me na i pa punën se cili nga, nga ajo fush apo industri që ne jena duke punu. Ok, tash do presim derisa të bëhet instalimi i temës, edhe pastaj do fillim duke bë editimin edhe personalizimin e kësaj teme, që është e gjitha kjo procedurë është e gjitha falës, këtë do e postoj në rrjetet sociale edhe në YouTube, aty do keni qasje gjithmonë që ta shikoni të si krijohet një portfolio falas, që ta keni dhe më thënë për projektet e juja, edhe me aplikuna për kompanija për me gjetë punë, e kështu me radhë, dhe gjitha është falas, që nuk ka nevojë pastaj me e blejtë thimin, apo me bërë diçka tjetër, thimi është falas, e kështu me radhë. Ok, tash dhe më thëmë presim edhe pak, edhe janë në fund të instalimit. Ok, instalimi u bë me sukses, dhe tash do kena butonin customize me fillu me direkt me bë personalizime, dhe këto kena view site, dhe të shumë view site edhe dhe shumë a është instalu me sukses, edhe tash e bëjmë view site edhe shikojmë portfolio një japë. Kjo është projekti i parë, portfolio parë, temë e parë që instalum direkt në domenin tonë, lokalisht portfolio.local, edhe që u instalum me sukses të gjitha. Ok, tash jena në rregull. Ok, tash shkojmë tek pjesa e customize, tash fillojmë me bën ndryshime në projektin tonë, si me nëse nuk e gjejmë për shembull të panelin këtu, si do e gjejmë për shembull, në fillim, dalim edhe një herë, edhe si ta gjejmë të panel, do shkojmë për shembull tek për mi bën ndryshime tek website-i, shkojmë tek nëse jena tek dashboardi, shkojmë e largojmë edhe këtë pjesën këtu, e lejmë të pastër, i largojmë të gjitha këto, edhe shkojmë tek appearance, edhe shkojmë tek butoni customize,
edhe na shfaqet paneli për ndryshime të thimit që ne do i bëjmë edhe pastaj me zhvillu. Okej, këtu e kena general, zjedh layoutin, i zjedh butonat, këtu i vendim social media network nëse kena social media, i vendim linkat këtu, që janë këtu lartë edhe me qenë valide. E kena scroll të top, çka është, u shfaqet një buton këtu anën e gjatë poshtë, që me bo scroll dhe me thonë direkt lartë me vazhdu. Okej, pastaj kena pra mbrapa e kena headerin, headeri është kjo lartë këtu, e kena logon, që është loga e këtu, ne mund të vendosim një logo tjetër, për shembull do vendosim të logon tonë personale apo këtë për shembull këtu, ose kjo këtu, e shkrim e bëjmë select, edhe ja u ndryshu loga e lartë, pastaj kthejmë përsëri logon që ishte këtu. Kjo është ne e vendosim logon tonë ose logon tuaj personale që dhe zgjidhni, vendosni të lartë, pastaj keni pjesën e logos sa është e madhe, e vogël, site title, nëse dëshirojmë për shembull tjetër edhe title i këtu tek website-i, këtu poshtë, portfolio, nëse jo, e largojmë të pjesë, edhe pastaj kena pjesën e menujës, edhe kena pjesën e butonave social, lartë janë, që janë të këtu. Nëse dëshirojmë të shtojmë edhe një buton, shkojmë tek pjesa e zgjedhim cilën social media dëshirojmë, për shembull Facebooku, dhe e bëjmë plus, edhe ja ushtu, dëshirojmë për shembull ta shtojmë edhe Slack-un, e bëjmë plus, icon size, sa të mëdha dëshirojmë me qenë, rounded, square, none, e kështu me radhë, në disa ndryshime që mund t'i zgjedhim, e kështu me radhë, shumë e bëjmë publish, edhe kena footerin, footeri është kjo pjesa këtu poshtë, edhe këto kena mundësi me ndryshu, copyright, copyright për shembull të blog si theme, e mund ta ndryshojmë 2025, njërin e zirin, ju mund ta vendosni emrin tuaj ose kompanisë, shkojmë e bëjmë publish, kthehena mbrapa, pjesa e colors, të mund të zgjedhni kolorat të gjithë website-it, nëse dëshironi ku pëlqen kjo, nëse jo, e klikoni këto tre pikat këtu, color palettes, edhe për shembull të kena disa kolora, për shembull nda zgjedh këtë këtu, edhe më pëlqen më shumë kjo pjesa këtu në ngjyrë portokalltë, edhe e bëj publish, edhe shkoj jap refresh, kjo do ndryshone, ja pra, edhe këta ndryshu website-i, çka bëjmë, tash kthehena mbrapa, edhe tash dëshim me bë këtu për shembull disa ndryshime të website-it tonë, me ndryshu këto titullit, këto gjëra të tjera. E kështu me radhë si mund të ndryshim ta, shkojmë tek pages, edhe shkojmë tek home page-i, edhe këtu e kena butonin edit with Elementor. E klikojmë butonin edit with Elementor. Okej, në moment kur na hapet kjo butoni këtu si fillim, shkojmë e klikojmë të, nëse kjo nuk është që del gjithmonë, po në disa raste del kjo butoni i lart, shkojmë e bëjmë të recreate kit, e klikojmë të butonin këtu, e bëjmë save changes, okej, kthehena përsëri tek pages, shkojmë tek home page-i, që lexon këtu front page, çka front page, tregon që ky page është në front, do të thënë është në pamjen e parë të website-it. Shkojmë e bëjmë edit with Elementor. Tash do na hapet pjesa e Elementorit.
Ok, derisa të hapet pak se shkon pak më gjatë, kur jena duke punu në lokal. Në rregull, unë nuk isha aktiv për të disa qaste, shkaku që më doli një punë urgjente. Ok, tash kthena. Kjo është pamje e parë që del pasi bëhet, dhe me thënë, një page ose një website editur elementar. Këtu për të falë për to të bëj një video tjetër për më detaje, mi shpjegu, mi pa ajo që është mi shpjegu, të gjërat e thjeshta, që me e pas që sa më atlet. Si fillim për shembull shkrim e bëjmë edit këto emrin, edhe për shembull e shënim të emrin ton, Ilir, Runeziri, ok, çfarë pozicioni jam unë, shumë të punoj SEO specialist, sa vjetë experience ka, ju e vidoni vitet të juja, projekte sa kina bë deri tash, për shembull 50 vjet, sa klient ke pas, afërsisht 30, do për shembull e zgjedh foton, e të vendos një foton tuaj, po një foto tjetër që është pak më e madhe ose më e mirë, të ju e zgjidhni për shembull çfarë mjetësh punë përdorni, projektet e juja, experiencen, education, serviset që ofroni, edhe në fund të zgjedhni edhe këtë, e bëni publish, i jep një refresh, ja pra ndryshimi ku bo. Kjo është një portfolio e thjesht, e bukur, e qartë, që ju mund ta prezantoni në të ardhmen, punën tuaj, edhe duke i bërë edit këto, hapat që i bërë deri tash, që ishte shumë e thjeshtë, kjo është një video vetëm për fillestar, që janë shumë fillestar që nuk din as pak në këtë pjesë. Pastaj video tjera do bëj edhe video pak më të avancume, edhe për gjëra tjera. Unë doja kësha lutë që ku do e postoj në YouTube në komente, me më tregu çfarë topika ose çfarë video në të ardhmen të bëj uh, video tjera për WordPress edhe për SEO, vetëm për këto di jam i specializuar. E të shkoj nevojitet, shënoni për video në radhës, çka video të bëj për WordPress edhe për SEO. Andaj ju falenderoj shumë, edhe shifen ose dëgjohemi në në videon e radhës që do e postoj në YouTube.